KQZ ka bërë përgatitje teknike për funksionalizimin e platformës elektronike për publikimin e statistikave dhe rezultateve. Janë angazhuar më shumë se 900 zyrtarë të cilët do të mbulojnë qendrat e votimit ku do të zhvillohet procesi zgjedhor. Fillimisht gjatë ditës së zgjedhjeve, platforma do të shërbejë për publikimin e të dhënave mbi pjesëmarrjen e votuesve në 6 orare të ndryshme, pra çdo 2 orë, ndërsa pas përfundimit të procesit të votimit, nga vendvotimet ku do të numërohen fletvotimet, do të mundësoj publikimin e rezultateve preliminare të subjekteve politike. Platforma e rezultateve, përveç që do të shërbejë në ditën e zgjedhjeve, e njëjta do të mundësoj publikimin e rezultateve nga aktivitetet që zhvillohen pas ditës së zgjedhjeve në 38 qendra komunale të numërimit dhe në qendra numërimit dhe të rezultateve. Në qendrat komunale do të bëhet verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet e plotësuar në vendvotime dhe numërimi i votave të kandidatëve për deputet. Ndërkaq, në qendra numërimit dhe rezultateve do të zhvillohen disa aktivitete, pra do të ketë numërim të fletvotimeve nga disa lloje të votimit, siç janë votimi me kusht, votimi personave me nevoja të veçanta, votimi me postë dhe votimi në përfaqësi diplomatike. Gjithashtu, platforma do të shërbejë edhe për transmetimin e rezultateve nga rinumërimet eventuale, të cilat bëhen me vendim të KQZ-s apo institucioneve të tjera, siç është BZAP-i dhe Gjykata Supreme.